I tha babait, do ta heq shamin. Përgjigja e tij shokoi botën. Babai një 17 vjeçareje ka shokuar të gjithë me përgjigjen që i dha së bijës, kur ajo i tha se dëshironte ta hiqte shamin. Gjithçka filloi kur vajza, e quajtur Lamia nga Pensilvania, po debatonte online me një djalë për pikpamjet e Donald Trump mbi fenë islame. Djali i kishte shkruar Lamias: "Mjaft e mbrojtë islamin. Ti as nuk mund ta heqësh shamin, për ndryshe babai do të zhdop në dru." Pas këtij mesazhi, Lamia i shkroi të atit: "Babi, dua ta them diçka. Më thuaj, ke ndonjë problem?" I thot i ati. "Jam mirë, po mendoja ta heq shamin", i tha Lamia. Përgjigja e babait të 17 vjeçares i ka habitur të gjithë dhe tani më biseda e tyre është bërë virale në internet. "Zemër, këtë vendim nuk mund ta marr unë. Ky vendim nuk i përket një mashkulli. Nëse kështu e ndjen, bëje, do të mbështes pavarësisht gjithçkaje", i ka shkruar i ati. Mesazhi Lamias me të atin po bën xhiron e botës. Më vonë, 17 vjeçaria sqaroi se nuk do ta hiqte shamin. Besimi i saj ishte i palëkundur.